Vllaznia Vion lëvizjet në Mercato dhe ka zyrtarizuar afrimin e Mamadou Tunkara, një tjetër përforcim për repartin ofensiv. Klubi kuqeblu ka prezantuar sulmuesin duke bërë të ditur se ai është gati për të nisur aventurën e re me fanellën e vllaznisë. Afrimi i Tunkaras vjen në një moment kur drejtuesi kërkonin të shtonin alternativa dhe konkurrencën në repartin sulmues, me Balajn dhe Perezin në grup, si dhe lojtarët e tjerë që mund të kontribuojnë në fazën ofensive. Stafi tashmë do të ketë më shumë zgjedhje për ndërtimin e formacionit. Tunkara pritet të sjellë energji dhe konkurrencë, ndërsa mbetet për të parë se sa shpejt do të përshtatet me skuadrën dhe kërkesat e trajnerit Edi Martini. Megjithatë, merkatoja e vllaznisë nuk konsiderohet ende e mbyllur. Një tjetër repart ku situata mbetet për të përcaktuar është Porta. Drejtuesi po vlerësojnë alternativat në dispozicion dhe nuk përjashtohet një tjetër ndërhyrje, nëse gjendet profili i përshtatshëm. Synimi është që konkurrenca mes portierëve të jetë sa më e fortë dhe stafi teknik të ketë siguri në këtë pozicion delikat. Edhe pse pjesa më e madhe e organikës për sezonin e ri tashmë është ndërtuar, vllaznia Vion të qëndrojë aktive në Mercato, duke kërkuar futbollistë që mund të rrisin nivelin dhe konkurrencën brenda skuadrës.